po sikur të mos dështoj? Kjo është një pyetje shumë e bukur në fakt, që në momentin që unë e lexova, diçka më grishi edhe më bëri të mendoj. Është një temë vërtet shumë fantastike për emisionin, por edhe një temë vërtet shumë fantastike për të trajtuar në mënyrën e dur, pra në mënyrën psikologjike, tamam nga profesionistët që janë të fushës dhe kanë ekspertizën e tyre për të na treguar. Me në studio do të jetë psikologja klinike Eriona Bërdica. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësia ime. Jam shumë e lumtur që të kam në studio dhe vërtet komplimente sepse tema e diskutimit që keni përzgjedhur është vërtet shumë e bukur, po sikur të mos dështoj. Është një temë diskutimi që do të realizohet në fakt të dielën. Po, do realizohet të dielën tek qendra që unë punoj, qendra Neuron. Ka si ide nga që unë punoj edhe me studentat edhe jam në kontakt vazhdueshëm me ta. Ideja ishte që me ndihmu studentat që ta përballojnë stresin edhe ankthin e provimeve, duke qenë se janë të bllokuar, të mpime emocionalisht, nuk kanë atë dëshirën që dalin e tjerë dhe menduam që pse mos ta ne bashkë me stafin pse mos të organizojmë diçka të tillë edhe të kena një spunto për ta që të ndihmojmë të krijojmë strategji përballimit edhe ta kenë më të lehtë këtë sezon se sa ndoshta sezonet e tjera. Se në fakt jemi në prag të sezonit të provimeve, edhe sigurisht është një temë e duhur edhe keni menduar mirë për ta trajtuar me studentët, se vërtet shihet edhe kujtoj edhe unë kohën kur isha studente, kjo periudha e provimeve ishte vërtet shumë stresuese, dhe ankthi ishte në nivele shumë të larta, me të drejtë ju thoni edhe dëshira për të dalë apo për të bërë gjëra të tjera, apo edhe për të mësuar lëndë të tjera që nuk janë në atë sezon provimesh, disi ishte pak më e zvogluar. Po, kjo null sepse ne si njerëz, si individ gjithmonë i shtym gjanat deri në minutën e fundit. Edhe studentat e kanë atë që nga që kanë shumë lëndë, shumë ngarkesë, ndodh ajo shtyrja e gjanave, provimeve, e stresit për më vonë edhe të duket truni ty ne funksionon në mënyrën që nëse unë e shtyj edhe sot pushoj, kam u marrë me të më vonë. Por në fakt null ajo si bumerang që të kthehet edhe kur ti ke shumë informacion për masimi lutje ke më vështirë që edhe ta kuptosh, edhe të organizosh në tru, të procesosh atë informacionin edhe dihet që rritet stresi, rritet kortizoli, jena ta në kohën në atë mbijetesën luftose ikë, dhe me thonë që nuk dina që me ba, edhe jena ta gjitu me njerëzit, me personat, me familjarët, me shokun ose shoqen, edhe pranaj mendume që me gjetë disa metodika edhe të realizojmë. Po sikur të mos dështoj, kjo është vërtet një pyetje shumë e thellë, që të bën të shohësh shumë thellë brenda vetes, edhe të lëviz pak nga ajo zona e komfortit. Po sikur të mos dështoj, kjo vjen si përgjigje e ndoshta disa pikpyetjeve që ne gjithsecili bëjmë vetit, sepse ne mendojmë vetëm negativen, edhe si individ nuk e mendojmë pozitiven. Pyetja vjen po sikur të mos dështoj edhe sikur çdo gjë të ecin mirë dhe mos ecin keq ashtu si truni jonë e parashikon. Po sikur të mos dështoj, po sikur të ecin mirë, po sikur të marr 10, po sikur të mbinë provime të zëjmë çdo gjë që unë di me e bë shumë mirë, po sikur të më kujtoj çdo pyetje. Do thonë, nga ajo çësia negative që ne gjithsecili kena, po sikur të marrim atë esencën edhe atë kuptimin pozitiv, atë mendimin pozitiv, dhe më thonë ta transformojmë mendimin tonë nga negativ në pozitiv, sepse në këtë mënyrë edhe mënyra se si ne i flasim vetes do të jetë më pozitive, do kena më elokuencë, do kena më fleksibilitet, do jena më pranuese dhe të zgjedhjet tona, kështu që duhet që gjithsecili ta stërvisim trunin tonë që mos ushqejmë vetëm mendime negative, po edhe mendime pozitive. Pse kemi kaq frikë nga dështimi? Dhe pse është ky dështimi si një lloj frenimi, si një lloj peshe që na çndron mbi supe, edhe pa ndodhur ende? Atëherë, ne kena frikë nga dështimi sepse e para është ajo që do zhgënjejmë veten. Do zhgënjejmë ato njerëzit që kena afër, familjarët e tjerë, do zhgënjemi prej pritshmërive ndoshta që tjerët kanë kriju prej nesh, do zhgënjehena prej atij skenarit që ne kena imagjinu e tjerë, prej atyne notave, se di, situatës, vartë se cilës ndodhesh, dhe dështimi është gjithmonë më i rëndë emocionalisht se sa fitoria, sepse për fitoren e suksesin të ke emocione pozitive që i lidh me ta dhe i asocion me ta. Ndërsa me dështimin mund vinë zhgënjimi, frika, stresi,
mendimet negative, po tesh çka ka me nou, ose ata mendimet katastrofike, tesh s'ka me bë si sam, tesh ka me shku çdo gjë keq, tesh nuk kam se si shkoj prap aty ku isha, etj, dhe gjitha këto lidhen. Sepse truni punon si një kompjuter i cili programon mendimet edhe kajherë nuk e kapin vedin kohë, duhet me stopu mi thonë, prit. Si të ndalemi? Si të ndalemi dhe t'i vëm një lloj frenimi këtyre mendimeve rreth dështimit, apo ta kapim dështimin për fyti, si thojnë, edhe ta menaxhojmë situatën? Si ta menaxhojmë? E para është që të vendosim objektiva të vegjël, të qartë edhe fat shkurt, do të thonë mos tojmë që për shembull në këtë situatë unë do marr 10 dhe ti s'ke lexuar asnjë gjë tanë semestrin. Të bëjmë se studentët kanë atë që do rri pa gjumë, do rri pa hangër, vetëm do studioj. Jo, është e rëndësishme që ti të bash gjumin si duhet, një gjumë cilësor, nuk po them 8 orë, për të paktën 6-7 orë që janë minimale që duhet gjithë secili, du të hash ushqim të mirë, nuk i rekomandoj pjetë energjike që pijen shumë kafen etj, sepse të rrit nivellet adrenalinës e kortizolit të banë shumë anksios dhe ti jeton kohën në alert se çaponoltesh. Po ashtu sugjeroj që të ecim me një plan të parapërgatitun, për shembull, sot kam 1 orë kohë, do mësoj e xajm 10 faqe. Nesër kam kaq kohë, edhe gjithçka të jetë me plan, me orar, sepse edhe truni është e din se çka ka me bë. Do të thonë ti e parapërgatit vetin edhe e ke më atë lehtë. Po ashtu duhet me hek pjesën e kufizimeve, shpërqendrimeve, ta kufizosh pjesën e telefonit, mediave, rrjeteve sociale. Një metodë tjetër që përdoret është pomodoro, që ti mëson 30 minuta, ban 10 minuta, pushim me tjere, programon si e ke ti më të mirë kohën ku ti fokusohesh. Do thonë janë teknika që gjithë secili mund t'i gjejnë. Dhe kur ti ke një plan të saktë dhe të parapërgatitun se si mund ta ndihmosh vedin, atëherë ke më të lehtë edhe pjesën se si ti e përballon. Po ashtu mënyra se si ne i flasim vedit, siç e thamë, nëse unë tham që ka me shku shumë mirë, bëj afirmime pozitive, e komplimentoj veten edhe nuk e dënoj, edhe nëse unë nuk kam studiu, atëherë gjithçka bëhet më e lehtë. Por nëse unë i them vetit që s'ke bë këtë, s'ke bë, ai zani unë e mëndcej edhe është më e vështirë, mësonaj që ta kem t'ja dal mend, sepse do më kujtohen vazhdimisht. Dhe në këtë mënyrë mund të kem stres, ankth etj. Këto që paraqitet ti janë një plan pune shumë i mirë, në fakt edhe shumë mendoj frydënës nëse ndiqet nga të gjithë studentët. Ti ke mundësi të shohësh studentët shumë nga afër për ta përshkruar se si e përjetojnë ata situatën e paraprovimeve apo gjatë sezonit të provimeve? Po, atëherë studentët e mendojnë këtë mënyrë që, siç e thash edhe përpara, nëse unë do rri pa fjet, pa hangër, do lexoj, do bëj maksimumin, do bëhet mrekullia. Në këtë mënyrë mendojnë, ose do mendojnë sikur do ju vinë tanë se gjithmonë ata përgatiten për 1, 2, 3, 4 leksione ose për kaq leksione. Edhe gjithmonë e dojnë çdo gjë të detajuar në mënyrë që ta kenë sa më të qartë që kjo nuk na bjen, as kjo nuk na bjen, sepse dihet që stresi dhe ankthi është shumë i lartë. Kjo pyetja, po sikur, a krijon pak pasiguri? Sepse nëse flasim me po sikur, të pashoqëruara nga planet e punës dhe nga planet e veprimit që janë, a krijon pak një lloj situate edhe pak larg realitetit? Po, atëherë varet gjithmonë tek imagjinata dhe personaliteti i individit. Dihet që një person i cili ecë vetëm me po sikur edhe nuk bazohet në një plan pune etj, ose e përdor për një qëllim ndryshe prej këtij që fol me ne, dihet që jeton në një deluzion, në një imagjinatë e cila nuk realizohet. Por në momentin që ne e përdorim për afirmimet pozitive, për mënyrën se si ne ndryshojmë çastin, nëse transformojmë mendimin nga negativ në pozitiv, atëherë është më lehtë edhe për individin. Por dihet që gjithçka duhet më bë kur ne jena të vetëdijshëm, e kam tokë. Dhe kjo është e rëndësishme, po. Si t'ja dalim që qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të kemi qasje të mirë me realitetin dhe njëkohësisht të shtym veten pak më tutje. Pra, të mos mendojmë për shembull, siç edhe ti pak momente më përpara që pa lexuar asnjë faqe do marr 10. Kjo është krejt larg realitetit dhe shumë e paralizueshme, por që të mendojmë pak më me këmbë në tokë, por edhe të shtym veten, pra, nëse kemi marr 7,
ta shtym vetëm për të marrë 8 ose 9. Po, si mund ta realizojmë këtë? Duke studiu, domethënë duke analizuar në mënyrë objektive mënyrën ose metodën se si ne studiojmë. Momentin që ti bëhesh objektiv me mënyrën se ti çfarë të bëj ti, edhe nuk përfshihesh subjektivisht, sepse ne tonë e kena më të lehtë që me gjyku tjetrin se sa vetin. Sepse tek vetja ne kena edhe pjesën e subjektivitetit, nuk kena racionalsina me tjetrin, me vetina shumë më ndryshe. Dhe nëse ne analizojmë ose marrim një kritik të jashtëm, dikush që xajm nuk është shoku apo shoqja jon, që gjithmonë është më objektiv se sa ne, ose mundën na pyet edhe një pedagog etj. Se si më këshillon ti mua, çfarë mund me rregullu të mënyra se si unë studioj në bazë të kolegiumit, të tezës, provimit që unë baj. Dhe duke marrë edhe këshillën e dikujt, ne i shohim për shembull që nuk duhet me mësu përmendsh, nuk duhet me mësu vetëm çan ti në gjën klas, që është më e thjeshtë për ta që me shkru. Si mund me punu në mënyrë që me analizu e dhëmë disa teori të ndryshme, si unë me krahasu disa teori të ndryshme që maksimumi ty të ndihmon që edhe nëse ty të bjen provim ti e ke më të lehtë. Kjo është e mirë, a e bëjnë, a kërkojnë ndihmë nga pedagogët apo edhe nga psikologët për të krijuar një plan pune të mirë? Në përgjithësi jo, sepse kanë frikë, stepen, e kanë të vështirë me kërku ndihmë dhe kanë atë maskën sociale që kena me ja dal vetë. Është edhe ajo frika që do paragjykohem, frika se do kërkojnë ndihmë. Ne vetë si njerëz e kena më të lehtë që me thonë jam mirë se sa me kërku prit se kam nevojë me ndihmu dikush se s'mund t'i bëj tana vetë. Dhe prandaj është mirë që njeriu të kërkojë ndihmë dhe njeriu ka nevojë për njeriu. Kështu që unë mendoj është më lehtë me kërku ndihmë kur ke nevojë se sa të shkosh deri te pika që mërzitesh, lodhesh, ke stres, ke ankth. Por unë e shoh një situatë që pothuajse 80%, 90% e studentëve janë njësoj. Mund të jenë 3-4 studentë që vinë të qesh kur kanë sezon ose provim. Dhe tani shohin qa ka kjo ose kja që vjen të qesë na i në tonë me nervë. Në përgjithësi kështë nollë, se bësh ai tipi që po t'ja ke mësu që i të qeshë. Ose a din ti që ka bjen provima pëse qeshë. Edhe i sulen tonë asaj ose ati studentit që mund t'jetë me nana dhejta. Kështë nollë në përgjithësi. Unë i këshilloj gjithmonë që me kriju grupe punet, me mësu 2-3 vetë bashkë, tek biblioteka, universitetit, edhe kushtet janë, biblioteka është hap deri mas dite, sidoqoftë se cili rrin kafe 1 orë, 2 orë. Kështu që atë orë që ata rrin kafe mundën me shfrytzu për me mësu, nuk është të thanën që me shku një vend që unë jam të e caktu. Atë 1 orë, 2 orë ti mundesh me mësu ta në bashkë, edhe unë ju kam sugjeru që personat që janë ma mirë në kolegium, me kriju 2-3 vetë, me thanë grupe punet në mënyrë që me marrë me dhanë prej metodikave se si ata mësojnë. Po ashtu ja kam bërë pyetje dhe si mëson për shembull Eriona, si mëson Noela, në mënyrë që edhe tjetri ndoshta që nuk ka të dëshirën me bashkëpunu me nxit dëshira dhe vullneti që prit se dhon do me marr maksimumin, ose me nxit atë ambicien ose atë egon që gjithmonë është e mirë. Pse filani për shembull mund të ketë marr 15 pikë, ose sa mirë, si mundem unë me ndihmu vedin me bë këtë gjë, gjithmonë të nis me atë egon e mirë dhe pozitive, që me ndihmu vedin edhe komuniteti që ti jeton, më së bëhet edhe klasa, studentët, grupet janë më të mirë edhe me njëri tjetrin. A i aplikojnë këto grupet e punës, sidomos në rastet e studimit për provim? Me sa diun kanë fillu me apliku, sepse e kuptojnë që nuk mundesh mi bëta na vetëm, dhe kanë më të lehtë që me punu në grupe, po ashtu është më efektive në disa raste me punu për shembull të cilat janë tek psikologjia dhe tek puna sociale dihet që kanë volum, po ashtu kanë shumë teori dhe në momentin që ti punon bashkë 2-3 veta, 3-4 veta, është më lehtë sepse ti merr një informacion që ndoshta ti nuk e ke ditë. Edhe në këtë mënyrë është më lehtë që u prit se këtë nuk e di, tash e këtu se nuk e di, edhe po ashtu truni vetë kur ti lexon diçka që nuk e ke ditë ose kur je në një grup ose kur e bashkëndon informacionin e ke më të lehtë që me majt mend se sa kur e mëson ti vetëm. E drejtë. Sepse ty të kujtohet që prit se këtë kam përmend me Erionin, prit se këtë kam përmend me Noelën, domosdoshmërisht i do shkruash diçka kur vjen tek puna tek provimi. Pra të mbetet diçka në mendje nga interaktiviteti që ti ke pasur edhe me miqt edhe kolegët student. Kjo është
vërtet shumë interesante. Një çështje tjetër që unë dua të cek është nëse dështojmë, se dështimi është pjesë e jetës. Si të ringrihem edhe një herë? Si të ringrihem edhe një herë. Nëse dështoj, e para duhet të themi vetë që nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse tanë vënanohu. Nuk mund të jena gjithmonë në top të listës perfeksioniste. Ka raste që dështojmë. Nuk duhet ideja është nuk duhet ta dëshkojmë vetin me fjalë negative, dhe gjithmonë duhet jena pozitiv, ose në mënyrën se si ne I flasim tjetrit, për shembull shokut, shoqes ngusht, mamit, babit e tjerë, në atë mënyrë ne duhet mundohena që t'i flasim edhe vetit. Nuk ka asnjë gjë të keqe, nuk mundu prap, nuk po them me ba maksimumi se dihet që dëshira, motivimi nuk janë në nivelet të larta, por ti ta bash atë sforcën edhe mundimin përpjekjen tonë. Mos të ndaj mënyra se si vjen është graduale. Dhe nëse unë nxis vedin vazhdimisht që ta baj diçka, dihet që mu vullneti, ambicia do vinë vetvete. Dhe është më mirë që me provu se sa me hek dorë, edhe është më lehtë. Këto nxitje duhet të vinë së brendshmi apo mund vinë edhe së jashtëm? Pra duhet të duash ti të ecësh përpara apo mund edhe të nxisin miq të afërmit? Atëherë nxitjet mund të jenë brendshme dhe të jashtme, ose mund të jenë të brendshme që ti ke për shembull ego, ambicia, mënyra se ku do me shku ti, vizualizimi, ose një qëllim që ti ke për të ardhmen, ose mund të jenë të jashtme prej familjarëve, miqve etj. Në të dyja rastet është mirë që të jetë një kombinimi të dyjave bashkë, me thënë as mos bëhen egocentrik edhe njerëz egoist që gjithmonë dojnë ose me kap majat ose nuk ka, ose pjesa tjetër që kena vetëm nxitje prej faktorëve të jashtëm edhe ne bëna një person që nuk duna me kënd, thjesht na thet mami, babi, familja, bëna dikush fundja s'dona. E mira është që të jetë një kombinimi të dyjave, në të dyja rastet funksionon, por unë mendoj se individi duhet të ketë ato qëllimet, dëshirat edhe idetë se ku du me shkuon. Ose në pjesa tjetër dihet që është bonus edhe ekstra prej miqve, familjarëve etj. Duke rikthyer edhe një herë vëmendjen tek takimi I të dielës, sa do të jetë pjesëmarrja, pak a shumë? Pak a shumë do të jenë 14-15 persona, plus minus. Pritet që të kenë interes, një po ashtu jena të punu që me realizua edhe me projektor, dhe më thanë do bëjmë një takim edhe me ushtrime praktike në pjesën e afirmimeve etj, në mënyrë që të jetë sa më praktike, sepse tori kanë një gjubol, edhe nuk është se kanë atë interesin. Kjo është gjëja më e mirë. Më e mirë, po. Interesin e kanë që me bë gjëna praktike dhe si ka me mu kjo, se mos mu stresu, tonë e dina që atë që po nga tregon ti. Është vetëm fjala. Ne do bëjmë edhe ushtrime praktike me studentët në mënyrë që t'i ndihmojmë edhe ta ketë më atë lehtë edhe pjesën e punës, edhe kur të vinë sezoni, mas një javë të pak ta kenë më atë lehtë atë adaptimin edhe përshtatjen. Kjo fjala, kur vi sezoni pas një javë, shkakton ende sot pas shumë vitesh përfundimi. Ti kuptoj shumë mirë studentët dhe vërtet e komplimentoj jashtëzakonisht shumë idenë dhe dëshirën tuaj dhe investimin për të realizuar këtë takim, sepse me të vërtet studentët kanë nevojë për mbështetje dhe kanë nevojë për një shtytje dhe për të besuar se ata do t'ja dalin. Edhe kjo pyetja, po sikur të mos dëstoj, është vërtet e duhur, tamam në kohën e duhur. Ju falenderoj shumë për kohën edhe për informacione që bashkëndat me ne dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellur një intervistë të tillë, urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.